të nderuar pjesëmarrës, shumë nderuara familja Qerisi, të nderuar të gjithë ju që jeni këtu dhe që ndjeni dhimbje për njeriu e shtrenjtë, njeriu e madh, Ahmet Qerisi. Jemi mbledhur këtu për të thonë lamtëllinën e fundit. Në radhë parë më lejoni që t'ju them të gjithë dhe ngushëllimin nga zemra ime. Të flasim për Ahmet Qerisin, profesorin e nderuar, të flasim për një njeri kaq i madh, e në këtë situatë kaq me dhimbje, është shumë vështirë të gjejmë fjalë dhe të thojmë ato që duhet thonë dhe që i meriton të ja thojmë në këto momente. Ahmet Qerisi ishte dhe do mbetet njeri në kujtimet tona si njeri shumë dimensional, i cili në të gjitha etapat e jetës së vet ishte në bashkëveprim në veprimtarinë kombëtare të shef të Kosovës, që në kohën 16 vjeçare ajo arrestuar si bashkëveprimtar i organizatës revolucionare për bashkimin kombëtar të Adem Demosit, e më vonë me Metush Krasniqi në organizatën Liria dhe përsëri në burgosjen e dytë të Bashkisë së Adem gjendet prapë të burgoset Ahmet Qerisi, i cili 3 herë u burgos dhe u arrestuar nga UDBA Jugoslave. Në vitin 1981 ai doli në ilegalitet të thellë dhe jo larg këtuj e kishte bunkerin në të cilin ishte barikaduar të mos i dorëzohej pushtetit dhe UDBA-s Jugoslave. Megjithatë, pas një kohe të gjatë në ilegalitet, familjen ja merr UDBA dhe kushton dorëzimin e tij me pengun e familjes. Kështu që kur thom se Ahmet Qerisi ishte një njeri i madh, kemi shumë të drejtë, sepse ai u përgjesh situata në të gjitha rrethonat e jetës së tij. Një jetë e shkriu për çështjen e Ahmet. Ai i tillë është, i tillë do të mbetet. Vështirë kem të ndomin nga ai, sepse ai nga mendja jonë dhe zemra jonë nuk do të ndahet kurrë. Ahmet Qerisi punoi shumë, veproi shumë, me shumë bashkëveprimtar. Ishte veprimtar i devotshëm i kombit. Ishte njeri pedagog, që jo rastisht i ndodhi kjo, se ka një lidhje dhe natyra në ditën e mësuesit, kur na ndahet nga leje mësuesi dhe pedagogu kombëtar ynë, Ahmet Qerisi. Por këtë ditë, kur ne e manifestojmë si flaka e lirisë, a ditë kur merr hov lufta pas Ramës së Asharave, prapë ndodh që sot të quhet dita e Ahmet Qerisit. Ahmet Qerisi ishte në luftë, ishte i angazhuar me gjithë familjen e madhe Qerisi, kishte me veti edhe vajzën Arbanën, kishte të gjithë ata që kishin bërë luftën, të angazhuar me fëmijë e me robë. Këtu në Krojmir dhe nga këtu deri në Divjak ishin mbi 70.000 njerëz të strehuar, të cilëve ju kujdes dhe ju ofrojnë ndihmën dhe mbrojtjen e tyre. Ahmet Qerisi me shokët e luftës, siç e kem këtu Elez Durmishin, e kem shumë të tjerë që s'po du me emra, se nuk do është aty në emra, se të gjithë jeni personalitetet e veçanta në këtë ceremoni mortore, që shumë kemi njerëz cilësor e të gjitha mosha dhe të gjitha vlera këtu në mesin tonë. Ahmet Qerisi ishte i dalluar edhe në luftë. Jo rastisht u emëruar drejtues i Radios Kosova Lirë, radio e cila u themelua me 4 janar të vitit 1999, ku caktohet ta drejtojë dhe udhëhesë Ahmet Qerisi. Por nuk ishte vetëm një programator, një organizator për të udhëhesë radio dhe informacionet për të shpërndarë në kënd Kosovës dhe botës, po ishte edhe një luftetar trim, i cili me armën e vet në asnjë moment nuk është shput nga betejat e veçanta, sidomos beteja e prillit në 99-s, ku bien edhe shumë dëshmorë. Ahmet Qerisin na do ta përcjellëm se është ligji i natyrës. Me pas pyet kush mua, 100.000 me një kisha ndruar. Ndoshta një pjesë të madhe, ndoshta po jam shumë i sigurt, jetës time do t'ja kisha farë. Po kjo është natyra që s'pyet, dhe të gjithë kemi me qenë mbi të vdekjes, prandaj të mretet ta kujtojmë me lavdi
me krenari, bitë e ti, vërzat e ti, familja e ti, të jenë krenar që e paten prind, që e paten baba, ne të jemi krenar që bashkulltuan në veprimtarinë e përbashkë dhe bashkëluftuan në luftën shërimtare të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Lavdi qoftë jetës dhe veprës kolosit të madh, kontar Ahmet Çeris. Lavdi!